Po masi ti kryna këto obligime kete mormi, edhe a falna gjenazën e masën e qojna të vorët, edhe kure qojna të vorët e mlojna me dhe. E sa ngusht që janë shtaj vend. Shka njeri ju ashtë vra dhe a përlanë këtë dunjo për 20 centim një megje. Jo e emja, jo e jotja. O ti filan. Po dardha be akon në temën këtu, që taj dardha s'ka pas, ka me hec me dalë në tonën. Jo, heci se heci, dardha në temën. A një dunjo e din që halo pa lej aj, dardha akonën në megja ti apëtën. Ama aj qka nuk donë me pa, pëse ju kanë mshelën sytë. E kur të visht e vorri ati, nja me dy, jo ma gjanë, nja me dy e të shtina ti mrena, atëherë mon nuk ka ti me full. El jaume nakhtibu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Sot goja s'ka pak, s'fol më goja. Kanë me fol durët e tua dhe kamët e tua për punë çka i ke punu. Durë çka punojnë? Ha? Dora ja ka me thonë Allahu Ekber. Ha? E ngrit me dorës. Dëshmi dhe thot, ja Allahu Ekber, ja pe dini mo shkan kjo. Ha? Dëshmi o vlezën. Kjo koma, edhe kjo dëshmi, ja ka me hec për me arë të të gjamia, me shkop atë haqijën plak, pe shof të ardhen, javash, hesta ti hoj se ma i rije, a i kadal. Po jo veç koma, po edhe shkopi i tina ka me dëshmu që ka ardhë në gjami. Edhe shkopi i tina ka me dëshmu. Ose ka me dëshmu a i shkopi i tina, sikur a i shkopi shka në qabe ka vedh. Me shkop, një hajni madh, edhe njerëzve pilarë qantën jep ka vedh. Edhe shkopi i tina ka me dëshmu. Ama shkopi i tina ka me dëshmu për hajni, ndërsa shkopi i tina ka me dëshmu që ka shku ta gjamia të majtë ma atë shkopin. Kretë këto janë dëshmi. E kur të vish ati, vjen një melache, para se me të ardhë munkeri dhe nekiri. Thot ti, që ka ardhë këtë dunjo, ku e kije zapisnikin? Ha, kur shkojsh në polici, shka ke bon me studar? Shkruje, që shkja e jo? Po vëllaj e të ardhën, apëton së më ka po mu ma më shoje, shkruje ti ketë, ti ati i shkruun kretë. A ma dhaj e shkruun. Edhe atë zapisniki shka e ke shkruj, ti e meraj komandiri, masën e këshira ke rejnë, as ke rejnë. Po masën e henez shkon të studia, po henez bon të presuda. Edhe vjen, thot shkruje, thot zapisnikin tanë të veprave tua, shka i ke bon. Po ku mi shkrujt bënë, s'ku mora as fletore, as laps, as kur gjon. Nuk ka nevoj me mora as fletore, as lap, e ki qefinin. Mere një pjesë pi qefinit tanë i bardhasht, vend letrës edhe shkrun ta, me gishtin tanë. Ha? Mi shkrujt. E masanena, qka? Që ata qka e ke shkrujtën, vinë të avarin të qafa e jote. Të qafa e jote. E vjen munkerë dhe nekiri, edhe ti lexon ato veprat e tua, qka ti ke bon. E kur të vinë ti parashtrojt disa pytje, së kur shka ka nardë na për shumë qitape, na për shumë hadithet të cilat i kanë transmetu Imam Buhariu edhe Muslimi edhe krejt, komentator tjerë të haditheve, pytjen e parë, kush akon zoti jot, e kush akon pejgamberi jot, e kush akon dini jot, e me konë se e konë musliman, ha? Vend se ato me të morë në pytje tyje, ti i merë në pytje ata, bashkë qashtu së kur njeri kur ashtë një pastër, s'ka kur një shfarfaje, e morin e qënë polici, kur e qënë polici, shka kini bejë me mu, kush ju ka thonë juve me arrestu, unë e dua advokat, a i me dalë me mbrojt muhe. Ama kur je fajli shun, nuk ban potere hiq, veç këshirë me ka përci ma kalaj. Ama kur s'ki faj, ti e ngrej kokën nalt. Edhe kur vin me lachet me ti parashtru këto pytje, e ti thu kush juve ka qu juve, me ardhë muhe me mshetsu. Thëna, ki koka pi ulemave, ki koka pi atinve shka pe dit ka këtë pun. Lene se s'kila pun në me ta. Lene se s'kila na pun me ta. Ama me konë që nuk je pi atinve, shka dush me di që ki me dhonë gjevap, edhe të vjenaj ta parashtron një pytje, kush ashtë zoti jot, ti thu se di, e kush ashtë pejgamberi jot, vallaj nuk e di, e kush ashtë dini jot, nuk e di, vjen një zonë pi qilit, Allah i na rujt, thotë robi jem, rejti, nuk diti me majt besën të cilën ma ka dhonë muhe në zen, rejti nuk diti me ma dhonë besën, shtroni pi gjehenemit, në udhu billah, ju shtrohet pi gjehenemit, edhe qaj vërë 1 metër me 2, ju ngushtohet hala ma shumë,
e i hin brit njëna në qetrën. E kur i hin brit njëna në qetrën, edhe ti vini me lache, edhe mes dy veshve, këtu përmas të truni i vogël, t'jam shon me çekiç. Dang, e ku t'jam shon me çekiç e ban hi, piskat mënetina e ngojnë pin mashrik tek tetin Magrib, me priashtim njerëzve edhe gjinve, Allahu na rujt pitina. O vlezën, piskat mënetina e din pin mashrik tek tetin Magrib, me priashtim njerëzve dhe gjinve. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë punë ka bë Allahu dhul xhelal për rahmeti shka e ka ndaj neve, se me bë me niqet piskatme, s'mujna me dal pi vorreve, mes me dhe nati, pi qëtina zonit të madhë. Ama kur vinë të besimtari, e t'ja parashtrojnë pyetjen, kush a kon zot jot, e ti me sabah, e ke përsërit muezinin, a i të thonë, eshhedu an la ilahe illallah, ti në veti eshhedu an la ilahe illallah. A eshhedu an Muhammed Rasulullah, ti në veti eshhedu an Muhammed Rasulullah. Haja ala salat, ti të thonë, la haule wa la quwwata illa billah. Me sabati, i kera mas vetit. Po si ti bish me sabat vetit mas, e të vjen vdekja në drek, shka ka mu bon? S'ka shka mu bon, si ti i kera me sabat. Po i kera vetit mas në gjumo, e të zen vdekja mas gjumoj, shka ka mu bon? S'ka shka mu bon, si ti i rave vetit mas në drek. Po tërë vdekja në aksham, po s'ka shka mu bon, se ti në aksham e falë akshamin, i pregadit hazër. Dhe thot 5 herë në dit, një njerë shka e thot shahadetin, a mundët kur del për para melaqeve mos me dit këtë fjallë? Ashtë e pa mëshme. O vlezër, ashtë e pa mëshme një njeri i cili 5 herë në dit e përsërit muezinin, e kur del për para melaqeve mos me dit, me thonë, eshhedu an la ilahe illallah, wa eshhedu an Muhammed Rasulullah. Pse? Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qashtu që shtjetoni, qashtu që shtjetoni kam ju ardhë dhe vdekja. Nëse jetojna me ezan, kam në ardhë vdekja me ezan. Nëse jetojna me namaz, vdekja kam në ardhë me namaz. Nëse jetojna me veprat mira, vdekja kam në ardhë me veprat mira. E kur ta vden vdekja, e të vinë me lachet, e të na i parashtrojnë këtë pyetje, e na faqe barë thojna, Zoti jem ashtë Allahu, pejgamberi jam ashtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka dhonë dritë krejt njerëzis, i cili na i ka mësu halalin edhe haramin, i cili na ka mësu mira Allahu të sejde, i cili na ka mësu me agjinu e me dhonë zeqat. Dhe thot, dinim ju përgjeq kujna me lacheve. Dini jem ashtë dini i pastërt i vetëm, i cili fillon pite Ademi alayhis salam me tek tertit e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vjen një zonë prej qiellit, edhe thot, shtrone këta me shtroje xhenetit. Shtrone këta me shtroje xhenetit, se kiko ka besimtar, e ka mojt besën, të cilin ja ka dhonë Allahu dhul xhelal në ezel. E ju shtrohet vorri i tina me shtroje xhenetit. Thot, apo mjep një belejet, shkoj t'ju marrë mysh dhe familjes teme, që ma kini bon këtë një met. Jo, flenj, thot, flenj, po shoh, s'ka nevoj me ju morë mysh dhe se, ka morë mysh dhe për tyje, Allahu dhul xhelal, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka kallzu këto gjona krejt, s'ka nevoj me ardhë me na kallzuti, se janë të kallzu me gjona. Atëherë çka? Atëherë ka ardhë në hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju zgjanohet vorri 70 pash, 70 pash, herë 70. Kur ku shtëpia tona nuk i ka 70 pash, ha? Ato shka kanë kosit, bari e disë shka dhe me thonë pash. Kur e mledhin barin e numrojnë 1 pash, 2, 7 pash, 8 pash, mashallah, filoni e kishë vënu një stok të madhë, 8 pash. E jo 8, po 70, herë 70. Sa bojnë ato? Tregtarët e dinë se matematikën nuk e di bashmir. Që ka që ju zgjanohet vorri edhe e shef venin e vetë në xhenet. Pinë këtë dunjoja nisë me u knaqaj, njeri, inshallah Allahu dhul xhelal, na ban pejtinve. O vlezën, për atë arsye pra vdekja, nuk ka funi, po vdekja është fillimi. Fillimi i knaqjes në ahiret, inshallah Allahu dhul xhelal na knaq neve, edhe e knaq këtë rahmetlin i cili është për para neve.